Ishte një nga ato mbrëmje kur shtëpia e Big Brother Kosovës dukej më e rëndë se zakonisht. Ajri nuk lëvizte, edhe pse dritaret ishin të mbyllura prej kohësh. Banorët rinin të shpërndar, secili në mendimet e veta, sikur të gjithë ndjenin se diçka po vinte. Limi rinte ulur vetëm në dhomën e ndenjës, përballë kamerës kryesore. Nuk fliste. Nuk qeshte. Nuk luante. Për herë të parë pas 2 javësh, ai nuk po kërkonte kënd më të mirë kamere, nuk po ndërtonte fjali për publikun, nuk po mendonte si do të dukej jashtë. Alba e vështronte nga larg. Ajo e njëjta atë shprehje. Ishte fytyra e dikujt që kishte lodhur së shtiri. Zëri i Big Brotherit ndërpreu heshtjen. Limi, Big Brother të fton në dhomën e rrëfimit. Ai u ngrit ngadalë. Hapat e tij ishin të rënë. Jo nga frika e nominimit, por nga frika e së vërtetës që po i afrohej. Dera u mbyll pas tij. Drita e bardhë e dhomës së rrëfimit ishte e fortë. Kamera përballë. Një mikrofon i vogël. Heshtje absolute. Limi, si po ndihesh këto ditë? Erdhi pyetja neutrale. Ai qeshi lehtë. Një qeshje pa humor. I humbur. Pse? Ai uli syt. Mori frym thellë. Dhe pastaj pa e rrotulluar më fjalën. Sepse prej 2 javësh nuk po bëj lojën time. Pauzë. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti zëri. Limi ngriti kokën drejt kamerës. Do të thotë që nuk po reagoj si Limi. Po reagoj si dikush që po luan një rol të caktuar. Rol të kujt? Ai hezitoi vetëm një sekondë. Të produksionit. Në regji, monitorët u ndezën. Një tension i menjëhershëm. Shpjegoje më shumë, erdhi zëri, tashmë më i ftohtë. Limi u mbështet pas karriges. Më janë sugjeruar situata. Më janë shtyrë emocione. Më është thënë kur të flas dhe kur të hesht. Më është dhënë ndjesia se disa përplasje duhen mbajtur gjallë. Për shembull, ai mbylli syt për një moment. Alba. Aurora. Unë në mes. Një frymëmarrje e thellë. Xhelozia. Paqartësia. Se di ku do më dalë. Kjo fjali nuk ishte spontane. Ishte e kultivuar. Heshtje. Dhe kjo lojë e kujt është, si pa? Së teje? Pyeti zëri. Limi e dinte që kjo ishte pika pa kthim. Loja e produksionit. Loja e Olsës si regji kryesore. Ai e tha qetë. Pa mlef. Pa akuzë. Thjesht si një rrëfim. Po pse e pranove? Erdhi pyetja. Sepse këtu brenda, kur je i lodhur, kur do të qëndrosh, fillon të mendosh se ndoshta loja jote nuk mjafton. Dhe atëherë bëhesh pjesë e një narrative më të madhe. Në shtëpi, banorët nuk e dinin çfarë po ndodhte. Alba ndjente vetëm një shqetësim të pashpjegueshëm. A mendon se kjo të ka ndryshuar si personazh? Vazhdoi zëri. Po, tha Limi. Më ka bërë të dukem i paqartë. I ftohtë. I pa drejt me njerëzit që kam afër. Sidomos me Albën. Ai heshti për disa sekonda. Dhe kjo është arsyeja pse sot jam këtu. Sepse nuk dua më ta vazhdoj. Çfarë do të ndodh tani? Pyeti zëri. Limi u ngrit pak përpara. Tani dua të luaj lojën time. Edhe nëse më kushton largimin. Edhe nëse prishet narrativa. Edhe nëse nuk jam më interesant. Dera e dhomës së rrëfimit u hap. Kur lë. Ishte mesnatë e kaluar. Dritat në shtëpinë e Big Brother Kosovës ishin zbehur, ajo ndriçimi i butë që nuk fiket kurrë plotësisht, sikur të kujtoj se asnjëherë nuk je vërtet vetëm. Kamerat vazhdonin të merrnin frym bashkë me banorët, edhe kur ata përpiqeshin të harronin praninë e tyre. Limi dhe Alba ishin shtrirë në të njëjtin shtrat. Nuk ishte hera e parë që flinin afër. Por ishte hera e parë që heshtja mes tyre kishte një peshë kaq të rëndë. Jorgani i bardhë i mbulonte deri në shpatulla, por ajo që po ndodhte poshtë tij nuk kishte të bënte me trupin. Kishte të bënte me një vendim. Alba rinte e kthyer nga ai. Nuk fliste. Frymëmarrja e saj ishte e rregullt, por jo e qetë. Limi e ndjente këtë.
Ai gjithmonë e ndjente kur Alba po luftonte me veten. Alba, i përshpëriti ai, aq lehtë sa vetëm ajo mund ta dëgjonte. Ajo nuk u përgjigj menjëherë. Vetëm u afrua pak më shumë. Një lëvizje e vogël, por që në atë shtëpi kishte peshën e një deklarate publike. Kamerat nuk pan asgjë konkrete. Por publiku, nëse do të ishte zgjuar, do ta kishte ndjerë. Në Big Brother nuk është e nevojshme të shohësh për të kuptuar. A e kupton çfarë po bëjmë? Përshpëriti Alba më në fund. Po, u përgjigj Limi pa hezitim. Nesër, ajo ndaloi. Nesër s'ka më kthim mbrapa. Limi heshti për disa sekonda. Pastaj tha. Nesër do të flasin të gjithë, sido që të jetë. Ajo buzëqeshi lehtë, por ishte një buzëqeshje e lodhur. Po bëjmë diçka që s'është bërë kurrë këtu, Limi. Ai u kthye nga ajo. Në errësirë, sytë e tij mezi dalloheshin. Jo sepse është provokim, por sepse është e vërtetë. Alba mbylli sytë. Në atë moment, gjithçka tjetër u zhduk, loja, strategjitë, nominimet, Aurora, publiku, opinionet. Kishte vetëm 2 njerëz që, për herë të parë, nuk po fshiheshin pas roleve. Jorgani lëvizi pak. Jo në mënyrë dramatike. Jo për spektakël. Thjesht aq sa për të treguar se distanca mes tyre nuk ekzistonte më. Në regjistrim nuk do të kishte asgjë për t'u censuruar. Por për t'u interpretuar, po. Alba e vendosi ballin pranë gjoksit të tij. Nëse kjo na kushton lojën? Pyeti ajo. Atëherë na kushton lojën, tha Limi. Por jo veten. Diku, një kamerë u fokusua te Jorgani. Një tjetër u zhvendos te fytyra e Albas, që tashmë ishte e qetë. Regjia nuk ndërhyri. As zëri i Big Brotherit nuk u dëgjua. Sepse edhe loja ndonjëherë hesht kur kupton se po ndodh diçka më e madhe se ajo vetë. Në mëngjes, shtëpia do të zgjohej ndryshe. Publiku do të ndahej. Titujt do të shpërthenin. Por në atë mesnatë, në një Jorgan të zakonshëm, Limi dhe Alba kishin bërë diçka që rrallë ndodh në reality show. Kishin zgjedhur ndershmërinë pa e ditur çmimin. Alba rrinte e ulur në cep të divanit me këmbët mbledhur poshtë trupit, sikur donte të zinte sa më pak vend. Telefoni i shuaj e ndiqej në dorë, por nuk po shikonte asgjë. Sytë i kishte ngulur në mur, por mendja i rrinte te një emër i vetëm. Aurora. Limi ishte në kuzhinë. Zhurma e gotës që u mbështet mbi tavolinë i u duk më e fortë se që ishte në të vërtetë. Alba mori frym thellë. E ndjeu atë ndjesinë e njohur që i ngjitej nga stomaku në fyt. Nuk donte të shpërthente, por nuk mundej as të heshte më. Limi, zëri i doli i ulët, po thuaj i pasigurt. Ai nuk u kthye menjëherë. Po, tha, ndërsa vazhdonte të rregullonte diçka që s'kishte shumë rëndësi. Alba shtrëngoi nofullat. Kam një pyetje. Ai u kthye më në fund dhe u mbështet pas banakut. E pa drejt në sy, sikur e dinte saktësisht se për çfarë bëhej fjalë. Po të dëgjoj. Heshtje. Alba e urrente atë heshtje. I dukej sikur po e gëlltiste. Çfarë marrëdhënie ke me Aurorën? E tha më në fund, shpejt, sikur po hiqte një fash. Limi ngriti vetullat lehtë, jo nga habia, por nga lodhja. Pse po ma bën këtë pyetje? Sepse po më ha nga brenda, ja ktheu Alba. Sepse sa herë përmend emrin e saj, ti ndryshon. Sepse e ndjej. Ai pshërtiu dhe uli syt për një moment. Alba, nuk është. Jo, mos ma nis me nuk është ajo që mendon, ja preu ajo. Më thuaj thjesht të vërtetën. Limi heshti. Dhe ajo heshtje ishte përgjigje më vete. Pra, insistoi Alba, tashmë me zë që i dridhej. Çfarë është ajo për ty? Ai ngriti supet ngadalë. Se di ku do më dalë. Ato fjalë ranë sigur. Si se di? Përshpëriti Alba. Po unë. Po ne. Limi e fërkoi fytyrën me dorë, sikur po mundohej të zgjohej nga një ëndër e keqe. Alba, gjërat nuk janë gjithmonë bardhë dhe zi. Për mua janë, tha ajo. O je me mua, o s'je. Ai e pa gjallë. Në sytë e tij kishte diçka që Alba se kishte parë më parë, pasiguri. Nuk po them që s'jam me ty, po them që jam i hutuar.
Alba qesh i hidhur, i hutuar nga Aurora. Ai nuk e mohoi. A e kupton sa më dhem kjo? Vazhdoi Alba. Të jem këtu përballë teje dhe ti të mos dish ku do të dalësh. Nuk e bëj me qëllim, tha Limi me zë të ulët. Ajo thjesht më ka bërë të mendoj. Për çfarë? Pyeti Alba. Për një jetë pa mua? Ai heshti sërish. Lotët filluan t'i mbushnin syt. Unë s'po të kërkoj premtime për jetësie. Po të kërkoj sinqeritet. Dhe po ta jap, u përgjigj ai. Sinqerisht, se di ku do më dal kjo gjë. Alba u ngrit në këmbë. Atëherë unë e di ku po më del mua, tha. Në një vend ku ndihem e dyta. Limi bëri një hap drejt saj. Alba. Mos, e ndali ajo. Mos më afro kur mendja jote është diku tjetër. Ajo mori çantën, por u ndal te dera. Vetëm një gjë dua të dish, tha pa u kthyer. Xhelozia ime nuk vjen nga pasiguria. Vjen nga fakti që po të humbas. Dera u mbyll ngadalë pas saj. Limi mbeti vetëm në heshtje me fjalinë që i honte në kokë. Se di ku do më dal. Dhe për herë të parë e kuptoj që ndonjëherë të mos dish është